Kur bën një pastrim nga parazitët, ata lëshojnë toksina ndërsa vdesin. Kjo është arsyeja pse mund të ndihesh më keq përpara se të ndihesh më mirë. Këto quhen simptoma të die-off, një shenjë e qartë që pastrimi po funksionon. Sistemi yt imunitar po lufton dhe po nxjerr mbetjet jashtë. Mund të ndjesh dhimbje koke, lodhje, fryrje barku apo ngërçë stomaku. Disa persona vërejnë të përziera, ndryshime oreksi, shpërthime në lëkurë apo kruarje, madje edhe mjegull në tru apo ndryshime të papritura humori. Por mbaj mend, këto reagime janë vetëm të përkohshme. Ato tregojnë që trupi yt po detoksifikohet dhe shërohet nga brenda. Për të lehtësuar simptomat, pi shumë ujë, pusho mjaftueshëm. Gjithashtu uji me limon të freskët ose çajrat bimor mund të ndihmojnë mëlçin të përpunojë toksinat më shpejt. Kur pastrimi të përfundojë, do ta vësh re ndryshimin. Tretje më e mirë, lëkurë me shkëlqim, përqendrim më i mpret, humor më i balancuar dhe energji më e lartë. Ndaj këtë video me çdo që ka nevojë për pastrim nga parazit.